Është një ditë e gëzueshme shumë që baba jonë mas 100 vjetë që ka linë pikërisht në këtë shtëpi ka të bukur, ai ka linë këtu ka ba jetën e tij të parë, ka kënu këtu në Shkodër dhe këtu e ka fillu jetën. Dhe ne këtu bashkisë i falenderojmë shumë bashkinë dhe kryetarin që na i kanë bërë këtë nerë të madh me rastin e 100 vjetorit, pra që i bëjmë një plak këtu në këtë shtëpi ku ai ka linë, por jam dhe unë e fatë se dhe unë kam linë pikërisht këtu te kjo shtëpi, por këtë fat e kam pas vetëm unë nga 3 fëmijë. Ngenë si thot jam shkodran, pa shkodran i vërtet jam unë. Ai ka linë në Tiranë me gjithë motrën dhe ju e shihni dhe dialektin, unë e kam shkodran sepse ne në familje kemi fol gjithmonë shkodrançe. Dhe ne Shkodrën e duam me zemër. Bile t'ju them të vërtetën, unë kam bërë opera Rozafa me libret të Fadil Krajç, të cilën dëshiroj ta bëj këtu dhe t'ja dedikoj babës tem në këtë vit të shenjtë, si me thamë për ne, familjen tonë, t'ja dedikoj atij këtë operë që kam bërë në teatrin Migjenis, shpresoj ta bëj shpejtit. Kur erdhi mosha me bë ushtërinë, Gaço Abrazi, që i zgjolli si talent, e mori në ansamblin e ushtërisë, ku ai u dallu dhe doli solist dhe menjëherë çu me studimin në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, ku e neti 5 vjetë në Moskë edhe në Sankt Peterburg dhe ku sigurisht u perfekcionu, por ngeli gjithmonë një djalosh Shkodrët i dashuru me këngët shkodrane që janë të mrekullueshme, do të thoja Shkodra ka perla, këngët e Shkodrës janë të mrekullueshme. Dhe kjo ka ndikuar shumë edhe tek ne. Pra ai qysh në Djep nofta unë kam një gjuhë po punoshin të revla, edhe kjo është motiv që e kam pas në gjak, e kam përdorur edhe te opera. Po e bam operën, ju do ta njohni që unë jam shtet në Jaret Shkodrane, në motivet kaq të bukura që i ka Shkodra, qyteti i mrekullueshëm në të gjitha drejtimet. Absolutisht, është emocionuese, edhe unë jam, domethënë për familjen tonë, është një gëzim i madh që ne arrim në pikërisht ku ka fillu çdo gjë, këtu ka lind baba, këtu ka lind Davidi, edhe mas fundit Shkodra, Bashkia Shkodër dhe tanë Shkodra, populli shkodran që i ka dasht shumë babën, edhe Davidi natyrisht, vetë një plak për kujtimore, është një nder për familjen tonë dhe gëzim i madh. Ka këtë njeri me shpirt shumë të madh, edhe shumë njerëz e kanë njoft Ibrahimin artist, po edhe shumë njerëz e kanë dash si njeri me zemër dhe shpirt shumë të madh. Shkodra ishte prezente në çdo moment. Njëherë në shtëpi ishte një ambasadë e vogël e Shkodrës, sepse tanë fliqim dialektin shkodran në zemër Tiranës. Kështu që po Shkodrën e ka dash pa kushte.